Ajo çka po më bën me kon halama kurreshtar, është pikërisht kjo që bën 20 seanca dhe rezultati është i dukshëm. Po a është prej tretmaneve që bëhet një herë në jetë dhe apo është njëra prej që rekomandohet? Kjo është kështu. Domethënë, nëse bëhet një herë, 20 seanca. Po 20 seanca, edhe shohim brenda 3 muajve ç'është reagojnë. Mandej quhen seancat e mirëmbajtjes. Çka do të thotë kjo? Mund mi bë nga 1 deri 3 seanca në javë, për një periudhë disa javore. Ka individ që vinë nga një herë në javë të bënë, mas e kanë kryer këto, për shkak se që atëherë quhet kjo si model i formës së rifreskimit, për shkak se në momentin kur ne trajtohemi, shërohemi nga ankthi, po trajtohemi, ne gjithmonë i anticipojmë gjërat. Do ne shohim paraprakisht se çka ndodh. Ta në kohën jemi në një gjendje të merakut. Dhe rifreskimi për çatë gjendjen e merakut, njeriu një javë e kalon shumë mirë, nuk rrin me ndjenjen e pasigurisë se gjithçka në një moment caktuar me ndodh.